Pasi mori fatin në duar të gjyqtares Irena Gjoka, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani ka çelur hetim disiplinor për magjistraten për mos deklarimin e një dënimi penal që është dhënë nga drejtësia greke në vitin 2005. Ka qenë pikërisht ky institucion që ka njoftuar kallëzuesit e gjykatëses se ndaj saj po kryhen hetime. Ky vendim erdhi 3 javë pasi Këshilli i Lartë Gjyqësor refuzoi të verifikojë Irena Gjokën për fshehjen e dënimit që nga ana e prokurorisë së përgjithshme rezultoi se shkresa e dorëzuar për verifikim nga ana e Partisë Demokratike ishte autentike. Dokumenti me vula apostile sipas prokurorisë provon se Gjoka është dënuar për falsifikim të vizës në shtetin Helen. Prokurorisë ju deshën 20 muaj që të kryente verifikimin e thelluar ndaj saj për pastërtinë e figurës, ndonse më herët gjyqtarja kishte kaluar me sukses procesin e vettingut edhe në këtë kriter. Nga ana tjetër, edhe prokuroria e posaçme SPAK ka regjistruar procedim penal për veprën falsifikimi i vulave dhe i stampave ose i formularëve. Akuzat ndaj Gjokës u bën publike pasi ajo firmosi masat e sigurisë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha në lidhje me dosjen Partizani. Berisha dhe mbështetësit e tij e kanë akuzuar vazhdimisht Gjokën, duke pretenduar se ajo është në konflikt interesi dhe se ka fshehur të kaluarën e saj për fshirë këtu edhe dënimin penal në Greqi.